Po ju informojmë lidhur me diskutimin që patëm sot në zyrën e Ministrit Financave me Ministrin, Kryetarin e Komisionit Ekonomisë, zotin Braçe, dhe me Drejtorin e Përgjithshëm Policisë, së bashku me drejtuesit e bankave të nivelit 2. Ky takim ishte në kuadrin e ngjarjes së ndodhur para 2 ditësh lidhur me vjedhjen që u krye në transport. Së pari do doja t'ju konfirmoja dhe t'i siguroja edhe një herë shikuesit dhe publikun që sistemi bankar dhe sistemi financiar është në një gjendje shumë mirë, i mirë kapitalizuar dhe me të pris likuiditeti. Pra, këto janë ngjarje të shëmtuara, të ndodhura, për cilat ne do të koordinojmë punën dhe përpjekjet për parandalimin e tyre në të ardhmen, por dhe për zbulimin e këtyre ngjarjeve, por e rëndësishme është që të sigurohemi që bankat janë shëndetshme dhe praktikisht ne jemi më shumë të shqetësuar për imazhin se sa ndoshta për dëmin financiar, pavarësisht që edhe dëmi financiar ka vlerën e tij. Ajo që është e rëndësishme është që ne duhet të parandalojmë këtë ngjarje në mënyrë që mos kemi dëmtime në imazh. Sot neve diskutuam me detaje, po përgatisim një plan masash për cilin ministri do të informoj më në detaj, po përgatisim një plan masash të detajuar për të përforcuar të gjithë elementet e sigurisë në të ardhmen në mënyrë që mos kemi më ngjarje të tilla. Shoqata e bankave, sistemi bankar, drejtorët ishin shumë të mirë kuptuar, janë të gatshëm për të marrë të gjithë masat dhe në ditët në vijim ne do të vazhdojmë ta përfundojmë, ta përmbyllim të plan masash, i cili do të bëjë të mundur që të parandalohet maksimalisht vjedhjet e tjera të vlerave. Sigurisht që vjedhjet në transport janë në qendër, në fokus, pasi bankat, sistemi bankar ka ndërmarrë mjaft masa për të përforcuar sigurinë në ambientet e brendshme. Tani fokusi është për të përforcuar masat e sigurisë edhe në transportin e vlerave monetare. Kjo do të jetë më shumë dhe fokusi i punës në ditët në vijim. Ka një mirë kuptim, shumë të mirë midis organeve rregullatore, midis nesh të Ministrisë së Brendshme, edhe Komisionit Ekonomisë, por sigurisht që edhe me sektorin privat, me bankat e nivelit 2. Jam shumë i sigurt që me përfundimin e këtij plani masash në ditën e vijim, shumë shkurt, ne do të bëjmë të mundur që të parandalojmë maksimalisht përsëritjen e ngjarjeve të tilla me një dëm kaq të madh në imazh e përsërisë, pasi financiarisht gjithashtu është problem, por bankat i kanë paratë e siguruara dhe këto para sigurisht që do të kompensohen nga kompanitë e sigurimit sipas kontratave që vetë bankat kanë me këto kompani. Faleminderit. Që unë në radhë parë do doja t'ju kërkoja që të ndani ngjarjen nga sistemi financiar dhe shëndeti i sistemit financiar në këtë vend. Ngjarje kriminale ndodhin, natyrisht që është përgjegjësi e gjitha autoriteteve që godasin sa më fort dhe mundur aktivitetin kriminal në këtë fushë, por sistemi financiar është ai që ju tha pak më parë guvernatori. I certifikuar jo vetëm nga rregullatori që është Banka Qendrore e Shqipërisë, por i certifikuar dhe nga partnerët të tjerë ndërkombëtar që monitorojnë Shqipërinë, Fondi Monetar Ndërkombëtar, agjencitë e ratingut dhe çdo gjë tjetër. Duhet të keni parasysh që sistemi financiar është nën kontroll të shumëfisht. Jo vetëm të Bankës së Shqipërisë, por të auditorëve edhe të vetë bankave, të grupeve të tyre, dhe nga kjo pikpamje, sistemi financiar, pavarësisht kësaj ngjarjes së ndodhur apo të përsëritur gjatë kohëve të fundit, është i shëndetshëm, është i mirë kapitalizuar, është me tepritës dhe natyrisht ofron garanci të plota, jo vetëm për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, por mbi gjitha edhe për ekonominë kombëtare të vendit. Thënë këtë, do doja që t'ju sugjeroja, keni parasysh, sidomos media, të kenë parasysh, që sistemi financiar jo vetëm është interes publik i qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, por nuk është pronë thjesht dhe vetëm e disa banka. Është një nga elementet më të rëndësishëm të sigurisë kombëtare në këtë, sigurisë financiare dhe sigurisë kombëtare. Këtu nuk ka histori politike. Këtu ka thjesht dhe vetëm përgjegjësi përkundrejt qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Me këtë frymë kemi diskutuar edhe sot, ashtu siç edhe më herët me guvernatorin Komisionit Ekonomisë, Ministrin e Brendshëm, lidhur me këto ngjarje, me këtë frymë kemi diskutuar edhe me shoqatën e bankave niveli 2 pikërisht sot. Kemi një plan shumë të qartë bashkëpunimi midis
Bankës Shqipërisë, Ministrisë Brendshme, Policisë Shtetit, o doni dhe Kuvendit të Republikës Shqipërisë me shoqatën e bankave, me qëllim që propozimet e tyre shumë serioze, të diskutuara me seriozitet në ambientet e tyre, propozimet shumë serioze të Policisë Shtetit dhe të Bankës Shqipërisë, të bëhen njësh në një dokument për cilin ka një afat të caktuar tashmë për të rritur në maksimum masat e sigurisë për aktivitetin bankar, veçanërisht aktivitetin e tyre në transport, ta themi më shkojqur me që ka krijuar këtë shqetësim, ngjarja e fundit dhe natyrisht për t'i dhënë një impakt tjetër edhe imazhit të bankave në raport me qytetarën e Republikës së Shqipërisë, por për t'i dhënë një siguri akoma dhe më të madhe bankave në aktivitetin e tyre të biznesit në këtë vend. Depozitave të qytetarëve dhe natyrisht edhe kreditimit të ekonomisë kombëtare, që është edhe prioriteti parësor i joni, por që është edhe aktiviteti kryesor i biznesit të këtyre bankave. Kështu që unë besoj që nga ky takim kemi dalë në konkluzione shumë të mira, të diskutuara, të konsultuara edhe me shoqatën e bankave, dhe shumë shpejt të gjitha institucionet do të kenë planin e masave përpara, të detajuar dhe natyrisht edhe me afate konkrete për t'i dhënë fund këtij aktiviteti kriminal dhe për t'i dhënë siguri akoma më të madhe sistemit financiar në aktivitetet e tij të përditshëm operacional, raport me qytetarët, me bizneset dhe me ekonominë kombëtare në tërësi. Ju falenderoj që jeni këtu. Unë dua të falenderoj guvernatorin, unë dua të falenderoj pas një diskutim kryetarin e Komisionit Ekonomisë. Kjo është një tryezë tashmë permanente e jona. Herë tjetër e mbledhur me iniciativë të guvernatorit, herën e fundit e mbledhur me iniciativën e kryetarit të Komisionit Ekonomisë. Sot ishte një tryezë e planifikuar për të mbledhur, por mori më shumë rëndësi edhe për shkak të ngjarjes që ndodhi me ditët e fundit. Kemi dakordsuar disa masa të cilat do ta bëjnë shumë më të sigurt biznesin, aktivitetin financiar të bankave dhe veçanërisht transportin e vlerave nga bankat. Paralelisht, Policia e Shtetit ka nisur me urdhër drejtorit policisë një inspektim të gjithë shoqërive private të policitë private pra, dhe nga ana tjetër po implementojmë dhe në atë sektor një sër masash që kanë të bëjnë me forcimin e burimeve njerëzore, me trajtimin e burimeve njerëzore kryesisht të çështja pagës, dhe pas një diskutim pastaj dhe mjetet që kanë përdorim policitë private për të përmbushur të gjitha kriteret e përcaktuara me ligj. Unë jam në fazën që po shoh aktet nënligjore dhe shumë shpejt do firmos një urdhër i cili do të adresoj shumë më mirë masat shtesë të sigurisë për bankat dhe për transportin e vlerave nga bankat dhe nga policitë private. Nga ana tjetër, kemi dakordsuar bashkë me bankat për të ngritur një grup permanent pune teknik, i cili do të marrë në shqyrtim të gjitha çështjet që kanë mbetur pezull deri më sot, të gjitha çështjet që kanë nevojë për një adresim shumë më konkret nga pikpamja e sigurisë dhe do dalë me rekomandime konkrete. Policia e Shtetit ka një sër sugjerimesh të cilat janë bërë të ditura bankave të nivelit 2 lidhur me masat e sigurisë, ka një sër kriteresh të cilat janë bërë të ditura dhe do kërkohet implementimi i tyre për policitë private. Në ndërkohë, deri në momentin kur këto masat përmbushen, policia bashkë me bankat do të koordinojnë më ngushtë për të garantuar atëherë kur tjetë nevojshme edhe me prezencën e policisë së shtetit transportin e vlerave drejt Rinasit. Jemi shumë të vetëdijshëm që kjo është një sfidë permanente e jona. Jemi gjithashtu shumë të vetëdijshëm që krahasuar me të kaluarën, pavarësisht se nuk është vendi, krahasuar me të kaluarën, sot kemi një standard shumë më të mirë sigurie, edhe në sektorin bankar, edhe në transportin e vlerave. Jemi shumë të vetëdijshëm që ka ende shumë punë për të bërë, ashtu siç jemi shumë të vetëdijshëm dhe me vullnet të plot për të marrë të gjitha masat që ka nevojë brenda një afati kohor shumë të shkurtër për të garantuar që të tilla ngjarje të parandalohen dhe të mos përsëriten më në të ardhmen. Eksperienca e vendeve tjera flet në mënyrën më elokuente të mundshme. Sot vjedhjet e
transporti të vlerave janë zero në vendet e Bashkimit Evropian, sepse janë dekurajuar nga masat parandaluese. Ne do të marrim masa që edhe në Republikën e Shqipërisë, transporti i vlerave të përmbush të gjithë kriteret nga policitë private dhe nga bankat. Deri në atë ditë, policia e shtetit do jetë shumë më prezente për të garantuar transportin e vlerave. Jemi të vendosur për të dhënë fund një herë mirë këtij fenomeni që për fatin tonë të keq ka përfituar nga mungesa e elementeve të sigurisë, kryesisht nga policitë private, gjatë transportit të vlerave. Do marrim masa që kjo të mos përsëritet më edhe duke angazhuar policinë e shtetit, ashtu siç unë besoj që brenda afatit më të shkurtër kohor, të përcaktuar prej nesh, nga guvernatori, nga kryetari i Komisionit Ekonomisë dhe nga përfaqësuesit e bankave të nivelit 2, ne do jemi në gjendje që këto masa të jenë prezente në çdo bankë, në çdo polici private që do merret me transportin e vlerave. Për ne ka shumë rëndësi siguria e bankave, për ne ka shumë rëndësi që ky aktivitet i rëndësishëm ekonomik dhe financiar në vendin tonë të ketë sa më pak probleme me sigurinë dhe të gëzojë, siç gëzon, mbështetjen e plotë të shtetit dhe veçanërisht të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Policisë së Shtetit. Me guvernatorin dhe kryetarin e Komisionit Ekonomisë kemi dakordsuar që kjo tryezë të vazhdojë dhe të monitorojë në vazhdimsi implementimin e këtyre masave, ashtu siç jemi të hapur për çdo sugjerim të bankave të nivelit 2, siç kemi bërë dhe me agjendet e tjerë, kryesisht policitë private. Dy pyetje më pak zoti Tahir. E para, është në stagrin e bankave, do të ta kërkojnë vetë bankat kur do të kërkojnë asistencën e policisë për transportin e vlerave ndërtare, ka një rregull saktë për këtë? Dhe e dyta, duhet pritur goditja e radhës në këtë mënyrë për marrjen e këtyre masave që ju thonë? Jo, këto masa kanë qenë aty dhe në të kaluarën. Ajo që nuk ka funksionuar ka të bëjë me detyrat dhe detyrimet ligjore që kanë policitë private kryesisht për të respektuar gjithçka parashikohet nga ligji për të ofruar më shumë siguri. Prandaj paralelisht po zhvillojmë po implementojmë një sër planesh nga policitë private, nga siguria bankave, te detyrat e policisë për të garantuar që të gjitha institucionet në harmoni të bëjnë ç'është e mundur që deri në momentin kur këto kriteret plotësohen tërësisht, të mos kemi asnjë problem me përsëritjen e këtyre ngjarjeve. Ashtu siç keni thënë edhe në deklaratat tuaja edhe të policisë, vetë banka nuk i kishte respektuar në rastin konkret elementet e sigurisë. GPS-i u gjet në vend tjetër, BOI nuk ishte në thaste e parave. A do të mbaj përgjegjësi në rastin konkret apo që këtej tutje do të mbajnë përgjegjësi ligjore? Pra deri më tani ato banka që kanë gabuar me elementet e sigurisë në thaste parave të grabitura, jo vetëm për këtë rast, po edhe në rastet e tjera, nuk do të mbajnë përgjegjësi apo që këtej tutje ju do të Është shumë e rëndësishme të kuptoni që në vendet e Bashkimit Evropian të tilla vjedhje nuk ndodhin sepse ato para janë të papërdorshme më, për shkak të bojës apo elementeve të tjerë të sigurisë që nuk po ndalen. Ne duhet ta dekurajojmë deri në zero të tilla ngjarje kriminale duke përdorur këta element që janë parandalues. Duhet shohim para, kemi një bashkëpunim dhe mirë kuptim të plot me bankat e nivelit 2, me një asistencë të plot nga guvernatori dhe kryetari i Komisionit Ekonomisë. E them jo pa shkak duhet shohim para, sepse duhet bëjmë gjithçka është e mundur që nga sot e tutje të tilla gjërat ndodhin në mënyrë që ngjarjet kriminale të mos ndodhin më. Ju faleminderit.